Jam këtu me një personazh mjaft të njohur në Firenze, i cili ka një faqe që quhet Pickpocket, dhe është një faqe që ka arritur goxha shikueshmëri. Faleminderit që pranuat intervistën dhe të njihemi edhe pak më shumë me ty. Faleminderit për jush, ishte kënaqësi që më kontaktuat dhe pranova me gjithë shef. A mund të thoni pak si nisi gjithçka që ti u bëre një person mjaft i rëndësishëm për komunitetin Firenze? Atë nismja ime nis sepse unë kam 4-5 vjet që ju them që kur i shifshan xhiro këto hajdute që vjedhin turistat, si burra si gra, ikni dhe i largosha, kupton? Dhe tani kam një vjet e 2 muaj që kam hapur këtë faqen Firenze Pickpocket dhe tha mos ta hapi unë këtu, që të bëhet një fije që të shikojnë të gjithë njerëzit se çfarë ndodh në Firenze, me gjithë këto vjedhje që vjedhin turistat, vjedhin edhe persona normal që shkojnë punë gjithë ditën. Edhe kur ka qenë videoja jote e parë që ke bërë dhe kur vendose që ta publikosh, pra ta hapësh faqen? Faqen e kam hapur para 1 vjet e 2 muajve dhe video parë që ka shku që është bërë shumë viral, që ka shku rreth 60 milion, 70 milion view, është video që e kam kap në flagrant, si të shu, e kam kapur duke vjedhur. Duke vjedhur në Duomo që i hap çantën, një turistës dhe po i vjedhte portofolin. Ishte një grup turistash edhe nala aty direkt. Pastaj ti fillove që publikosh akoma më shumë dhe kapësh akoma më shumë hajdut në... Po, edhe vendosa ashtu, plus jam pjesë edhe një faqes që jemi gjithë Europa, është Barcelona, është Venecia, është Barcelona, Madridi, Londra, Diego, jemi një komunitet, Cicalone, Monica Poli, një komunitet që menaxhojmë çdo qytet të Europës, të Italisë, që menaxhojmë një situatë të tillë që ndodhin vjedhjet në tramvi, në metro, në qendër, në dyqane, gjithkund që ka turista në qendër. Dhe ju pastaj shkëmbeni informacione njëri me tjetrin? Po, kemi një grup WhatsApp dhe ne çojmë fotot, për shembull, kjo është në Venecia, kjo ka në Firenze, ose në Rom, ose në Londër, në Amsterdam. Lëvizin shpesh hajdutët nga një... Çdo ditë hane ka ndrime, çdo ditë hane, ka fytyra të reja. Për shembull, sot është një fytyrë dhe nesër vjen një fytyrë tjetër. Ishte dje hane, kanë lënë 5-6 veta të reja. Ato që ishin vjeta shkojnë për shembull Milano, shkojnë gjithmonë lëvizin, këto lëvizin janë gjithmonë lëvizin, nëpër trena, nëpër stacione. Jo bëthirë, gjithë shqiptarëve që lëvizin të kenë shumë kujdes, shumë kujdes. Edhe në tren kur ta lësh bagazhin, më ka rastisur të kapi një çun edhe gocë që po i vjedhte një amerikane bagazhin, se e ke video në Instagram që mund ta tregosh, dhe po i vjedhte valizhet, imagjino, i vjedh valizhet. Si arrin ti dallosh hajdutën? E kam të lindur, nuk e di pse. Nuk e di. Asu se imagjinoj do, po tani më është bërë si fiksim kjo, më është bërë si nga larg i njoh direkt. A ka pas raste që edhe keni gabuar, pra jeni nisur që mund tani për tani s'kam gabuar asnjëherë. Sepse unë para se të gaboj do verifikoj mirë, nuk është sepse plus mund të ndodhë edhe një proces penal, mund të denoncoj ai tjetër, sepse Cila është ajo lëvizje që ti e sheh te një person, që ti pastaj konstaton se kjo lëvizje është një lëvizje për të vjedhur dikë? Atë ja, për shembull, ti duke ecur, ajo shef një xhiro, sillin koka, shikojnë çantat. Sepse një turist që vjen ec drejt dhe mund bëni foto në gjallë, po hajdutin ti e një fill, sepse ti lëvizjes që bëni ka gjithmonë çuditshme. Dhe normal që e observoj dhe shikoj shumë mirë. Zakonisht lëvizin tek hajdut apo janë grupe? Janë grup, ata janë gjithmonë grup. Ato bullgarën përgjithësi janë gjithë familje, ajo është motra është e martuar me hat, janë gjithë familje, janë gjitha është banë kriminale, është banë që është akoma se kam kuptuar shmi, po është shumë banë e madhe më radhë. Ka pas raste që kanë qenë duke vjedhur dhe sa të kanë parë ty pastaj janë tërhequr? Po, tani para 10 minuta në Piazza Duomo. Sa më panin iken, po vjedhshin një çantë ke pizzeria të Duomo, sa më panin sepse ishin me atë monopatin,
Njëri me monopatino, ai ti ishte në kamp, po do të vjedhte shantën një amerikani. Sun po ikja për punë të mia. Sa më pau ikën direkt, mori monopatin ikën, se ja kalon njëri tjetër, na vjen edhe ikaj, hajde merret ti. Edhe ta kapë policia, po pati gjan dorë, çati bëj policia. Ligji ishte i fuqishëm. Ndërkohë, edhe ata ju njohin, pra shumë hajdut edhe përveç se ti njët njohin dhe ata. Ka pas raste që kanë thonë po pse na prish punë, e kemi. Po, më ka thënë pse na prish punë. Po deshe mu të kolaborojmë bashkë, 50-50. Po, do çanta për gru, kemi çanta origjinale, po, këto është përditshme, është përditshme, ato kujtojnë se ato më kujtojnë mua sepse ato do më korruptoj. Po s'kam nevojë, kam punën time, si ta shpjegova. Po, komuniteti këtu në Firenze, çfarë kanë thënë? Jo, ca më kanë thënë bravo dhe ca jam duke herë si budalla, që si dele bërtet në përgjiro, hajdut. Po tani për shkak se ka shumë shqiptarë që ju kanë vjedhë në për restorante, në për ambientet tyre, dhe mi çojnë video, e njeh këtë e njeh shoh. Tani normal sepse faqe shef se ka i vetë është bërë vetë viral, nuk kam nevojë. Unë edhe post dolen në xhiro, po nuk dolen në xhiro, mu foto video vin një saj sepse është bërë faqe si dojnë viral, janë ndjekës të vërtet, nuk pas janë të blerë, si thonë, ato njekë, ato do gjithmonë, çdo ditë më shumë dojnë video. Unë kam shumë video për të montuar dhe akoma si kam montu. Si ke raporti me policinë? Ka pas raste që ju ka kërkuar ndihmë? Policinë kam shumë mirë, gjithmonë jam pas në krah. Unë tani jam në një grup në WhatsApp me këto, që jemi gjithmonë kontakt, më thojnë për çdo gjë, s'kam çfarë të them për policinë. Si të komunë, kjo është policia lokale, si policia di Stato, si thonë. E ke parë ndonjëherë veten në rrezik? E kam parë veten në rrezik në tramvi që ishin 4 nga del Chile, nga shteti Chile. E kam parë aty sepse ishin 4 veta, po fatmirësisht kisha 2 çuna shqiptar me veti, se unë nuk dal edhe vetëm tani kohët e fundit, dal gjithmonë me një grup tani. Edhe zori thikën ai, ul nga tramvia, më zori thikën kështu. Po ata kanë frikë gjithmonë hajdutët, se nuk është hajdut metë, si thonë. Ndërkohë duhet të pyes pak për Shqipërinë. Vjen shpesh në Shqipëri apo? Po, ja tani isha në 25 qershor, kam ndajtur një javë, 2-3 herë në vit vi gjithmonë. Shqipërinë kam zemër, si thonë. Edhe se jam vite këto, kam në shtetësinë këto, po jam shqiptar, gjithmonë i them. E mendon kthimin ndonjëherë? Po, pse jo? Çfarë i mungon Shqipërisë që ti akoma nuk je vendosur për të kthyer në Shqipëri? Atëherë Shqipëria, ta them, këtë që nolltu nuk noll Shqipëri. Unë e maja çantën kështu, kam ecur si thonë qetësi, nuk ka kjo që ndodh këtu. Shqipërinë janë gjëra të tjera, për shembull, shëndetësia është për top, ne e dimë gjithë. Shëndetësia është për top, po për gjëra të tjera nuk është si është edhe këtu është shumë mirë, si thonë, ka shumë gjëra që është mirë këtu. Për shembull, këtu për këtë gjë, si shoh këto gjithë këto vjedhje, Shqipëri nuk noll në Tiranë, sepse po noll vjen policia e rrah, si thonë, edhe sistemon mirë fund burg pak. Po këtu asgjë s'noll në këtë aspekt, apo do. Mund të na thoni pak çfarë duhet të ketë kujdes një turist në momentin që vjen në Firenze, pra që të mos bie prej e grabitjes, e vjedhjes nga hajdut. Çantën gjithmonë përpara. Një shqiptare, ta tregoj tani, një shqiptare kishte ardhur për të kuruar motrën me sëmundje të keqe këtu në Majer, motrën e vogël, kishte pas 1500 euro në çantë dhe ajo ku është via Strocë dhe po vitin Piazza Repubblica, ajo ka pas çantën e krahit dhe ja kanë hapur, i kanë marrë 1500 euro. Ato ishin lekë për të kuruar motrën. Edhe më ka ardhur shumë keq ai rast, edhe më është ankuar se më ka nis direkt mesazh, po s'kisha çfarë të bëja, sepse të kenë kujdes çantët, të kenë kujdes edhe nga njerëzit, sidomos kur ulen në aeroport në Pisa, në Rom, ju duket se mbasi i ndihmojnë me banë bileta asgjë. Thjesht kujdes kartat, kujdes pinin, se nga i thonë vjen pinin dhe ato të shohin pinin në kartë. Kujdes ulesh në një kafene, do pish kafen çantën përpara. Kur mos e vëm si në Shqipëri e kapim çantën dhe varim të tavolina. Nuk jeni në Shqipëri, si thonë, unë kështu them, në për trena, kudo edhe në plazh, kudo që shkosh, në Forte di Marmi, ka ndonjë një vjedhje, pret. Ato në për çadrat, luksi që aty futen që kushton 300 euro shezlloni,
I kanë kapur njerëz çantën Chanel. Ti imagjino ti në brenda, që ajo është e mbyllur, apo shezllon, ti më thon në shezllon në jal, i siguruar me telekam me çdo gjë, ato kanë marrë shezllonin vetë ja kanë vjedhur çantën asaj. Ti imagjino Chanel? Allah aty si e sigurt. A ka shumë hajdut? Plot. Nga gjitha racat. Ka rastisur ndonjëherë që ke shkapur ndonjë hajdut shqiptar? Po. Më ka rastisur. Më ka rastisur. Dhe kam publikuar njërin që është shqiptar. E kam publikuar. Më ka interesuar. Edhe më ka kërcënuar me ca tipa tjerë. Po. Nuk më intereson. Unë këtu jam. Pse kjo vendosmëri e jotja për ta bërë këtë gjë? Është ke pasion e ke... Plus e kam pasion. Ja ti imagjino, ti nga Shqipëria, i ul në Pisa apo në Bologna, ja me familje, ki punu gjithë vitin ti, për të përsyer ato 2-3.000 euro. Në dje? Vjetë të vjedhin pasaporta, të vjedhin lek, të vjedhin çdo gjë dhe ti si imagjinon vetëm. Ja më thuk çfarë. Zbash me Arman Firenze, zbash me Arman asnjë shtet, kudo që shkosh, kudo që të udhësh, edhe Shqipëri, no? Kam parë shumë duke shar, duke bërtitur, sepse njerëzit punojnë gjithë vitin, njerëzit punojnë gjithë vitin. Plus e ca shqiptar fillon me kërcënimet me ignorancat e tyre, duke thënë spion, andej, budalliqe të tilla që as më bëjnë as zet as ftoft, ta kanë trosh. Ju vazhdoni, shani, unë e di do t'ju denoncoj dhe juve, me mbiemër me tani është thjesht ti denoncosh, nuk është kapsh emrin mbiemër i kap direkt policia, nuk është si dy kursi thënë. Po familjet kanë mbështeturat, ka thënë që kujdes. Nga herë jo. Nga herë po më shumë jo se sa po. Që kesh kujdes se është e rrezikshme. Është rrezikshme ajo, është rrezikshme. Po çfarë do bëj tani, unë s'mu tërheshem tani. Ajo është bërë si thonë. Më pëlqen, shikojmë si po vete. Sa herë del në ditë xhiro? Po për ditë, 2-3 orë për ditë. Ja, se unë punoj në qendër, apo 2-3 orë, ja. Xhiro. Po i kap shpesh. Ndërkohë ti ke edhe biznesin tënd. Po kam 2 bizneset e mia, s'kam qenë. Kam 2 bizneset e mia këtu në qendër. Janë Pra ti s'është se bën për ndonjë përfitim? Unë s'kam përfitim, unë nuk kam kanal YouTube, nuk ka që futem live nëpër TikTok, nëpër Facebook. Unë e bëj thjesht me vërtetë se më vjen kesh, apo kupton, më vjen kesh. Plus unë isha duke punuar, një kliente s'kishte për të paguar, s'kishte ditë e shkreta se ku kishte portofol, ja kishin vjedhur. Është shumë kesh, situata është shumë kesh, edhe më vjen kesh. Sa ka ndryshuar Firenze vitet e fundit? Shumë ka ndryshuar. Ka ndryshuar shumë edhe për kesh me këtë aspekt, apo kupton? Për këtë aspekt ka ndryshuar shumë kesh. Shumë vjedhje, për ditë ka vjedhje, për ditë. Ti të shkosh te questura apo te karabinier, e ke rradhen 50 veta rradhë të denoncuar dokumenta, portofola, gjithë këto. Faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve, shumë sukses. Faleminderit shumë.